Analiza që ju bën provave të administruara dhe vendimeve të organit prokurorisë që hoqi sekuestron nga makina dhe nga vëllezërit Mergaj, tregoj dhe çojnë automatikisht në shlirimin e kësaj akuze në ngarkim të zotit Agasi. Dua të them se ajo që na bëri dhe optimist tjetër ishte sepse organi akuzës në çmimin ton natyrisht, sepse ne shohim në detaj jo vetëm dosjet dhe dokumentat e përfshira në të, por edhe qëndrimin e organit të akuzës, i cili sot erdhi me një akuzë të re për korrupsion, që populli kujton se është kjo akuzë, po sot u vendos korrupsion pasiv edhe ndaj zotit Agasi. Gjë që do të thotë, në çmimin ton gjithmonë e theksoj që pasiguria e materialit paraqitur deri tash e ka ndjekur organin e prokurorisë deri në ditën e sotme dhe kështu për të përforcuar dhe për të qëndruar në pozitat e presionit ndaj gjykatës, edhe për t'i dhënë dhe opinionit që ne jemi këtu, sot u paraqit kjo akuzë. Meqense është të hedhur tymnaj. Klienti i mbrojtjes Periudha foli para Po, foli patjetër, dha shpjegimet edhe insistoi dhe provoi dy gjëra. Gjëja e parë që s'ka qenë asnjëherë pjesëmarrës në tendera dhe nuk ka patur asnjë përfitim në financat dhe nëpërmjet tenderimit dhe nuk ka qenë asnjëherë pjesë e grupeve kriminale në presionet të ndryshme apo në... Avokat, duke qenë se është folur shumë për çështjet e videove të